Jam shumë I kënaqur t'ju them se sot është një moment kyç I procesit tonë, sepse marrëveshjet që do të nënshkruen do të përcaktojnë një hap shumë të rëndësishëm përpara drejt objektivit tonë, që është të garantojmë lirinë e plotë të lëvizjes së njerëzve, mandrave, kapitalit dhe shërbimeve. Më lini që të kaloj në përsecilën shtyllë të Ballkanit të hapur, duke përsëritur thirrjen për gjithëkënd që të bëhet pjesë, pasi Ballkani I hapur është një nismë të rëndësishme përfshirëse dhe sigurisht duke inkurajuar të tjerët në rajon që t'jenë pjesë e kësaj përpjekjeje, por ndërkohë ne po ecim përpara sepse kjo është ajo për cilën kemi nevojë, çfarë duhet bëjmë për më të mirën e njerëzve tanë. Në fushën e lirisë së lëvizjes së mandrave, sot do të nënshkruajmë marrëveshjen tripalçe për lehtësimin e import-eksporteve. Të kashve të gjalla e gjithashtu edhe njohjes së ndërsjellë të dokumentacionit të lëshuar nga organizmat tonë zyrtare të akreditimit, si dhe zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të lehtësimit të importeve, eksporteve dhe kalimit tranzit të mandrave midis ne shtetëreve që është nënshkruar tashmë kurrikulumi e shkuar në Shkup.